A mendoni se Dumani ka marrë garancinë dhe mbështetjen e fuqishme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vizitën e fundit që kreu atje për të çuar përpara dosje shumë të nxehta dhe një ndërto është edhe ajo e Charles McGonigal, ku është i përfshirë dhe kryeministri Edi Rama? Po këtë thash, sa pa e thash, pra ideja është që në këtë dosje, pra duhet ketë marrë informacione të tjera Rama. Dhe këto informacione mund t'i ketë tepër sekrete për të përballuar me drejtësinë, në qoftë se gjithmonë drejtësia do vënë veton në këtë ligj. Dhe ky veprim nuk është veprim i pamenduar i mirë i Ramës. Dhe prandaj Rama arrin kështu i qetë, sepse ka informacione të cilat mendoj që mund t'i bëjnë publike në dëm të Amerikës. Dhe aty ne u duhet me një herë, në qoftë sa është që të nërmarrin veprime që në qoftë se gjithmonë, arrestimi i tij, atëhera i mëngojnë gjithë institucioneve dhe nuk është e mundur. Dyshimet i ka dhe Amerika për këtë rast, sepse vetaj nuk ka dhënë informacione se çfarë ka biseduar me Ramën apo me njerëzit tjerë gjatë kësaj kohe. A mendoni se SPAK do të vijojë në të njëjtën linjë goditje dhe kapaciteti edhe pas ikjes së Altin Dumanit? Po SPAK-u nuk më thot mendja mua që ka lidhje fare. Ky është emër SPAK formalisht, nuk është se ka se ata prokurorët janë. Dhe një pjesë e prokurorëve aty janë vetëm kukulla dhe janë prokurorë të ushtar të qeverisë Rama. Dhe nuk është se kanë ndonjë inteligjencë për sa i përket rastit. Ata thjesht do vazhdojnë, do mundohen që të zbatojnë ligjin, por do mundohen edhe ta shmangin ligjin me urdhra politike, në qoftë se gjithmonë. Kjo është e rëndësishme, kush prej tyre do ta ndjek procesin e Ramës, apo të qeverisë, apo këto proceset e ushtrisë, kush janë prokurorët që mund ta ndjekun. Aty pak prokuror ka si janë të pa bindshëm, sepse nuk i kanë lënë të bindurit, asnjëherë i kanë larguar nga vetingu nëpërmjet formave tyre. Dhe jo pa qëllim rrinë të qetë sot ata jashtë rrugëve të Tiranës, sepse e kanë të sigurt, sepse nuk mund t'i arrestojnë për arsye të bizneseve, për arsye të konfliktit interesit, për arsye të tjera të cilat populli i din dhe ne nuk i dim as mirë sa i din populli. Si mendoni, a do ketë goditje nga ana e SPAK-ut në nivelet larta të qeverisë, por edhe në radhët e opozitës me zgjedhjen e kreut të ri të SPAK-ut? Tani me ato që janë diskutuar dhe folë, sepse këta kuptohen se cilat janë çështjet më të nxehta. Pra, dhe kjo pranaj varet nga prokurori i çështjes i cili do e marrë ose do i caktoj, por po donë këta për ta kontrolluar mirë situatën, bajnë me short elektronik dhe jo me ndarje, se kush do jetë personi për në qoftë se do të ketë, ose mund ta ketë filluar një nga prokurorët me kohë dhe mund të ketë 2 vjet, 3 vjet që e marrin çështjen pa emër, por ama në nënhetim. Dhe mund të jenë edhe prokurori vetë, ose mund të jetë caktuar prokurori i cili do myll dhe do grisë akte, por për sa i përket çështjes të Amerikës, ata nuk mund t'i myllin, nuk mund t'i fshehin. Nësa për çështjet që kanë të bëjnë me korrupsionin në qeveri, automatikisht ata i fshehin se sa kanë problem fare. Ndërkohë që pas ardhjes në shtëpinë e bardhë të Donald Trump, duket se ka marrëdhënie të ngrira mes qeverisë shqiptare dhe administratës së Donald Trump, dhe përveç Altin Dumanit që zhvilloi një vizitë zyrtare atje, asnjë prej eksponentëve të qeverisë, përfshirë këtu edhe kryeministin Edi Rama, nuk ka takuar zyrtar të lartë të qeverisë amerikane. Në optikën tuaj si avokat dhe aq sa e keni parë këtë lloj raporti deri tani, si e lexoni këtë marrëdhënie mes Edi Ramës dhe administratës së Donald Trump? Sipas meje, mund që tu ka pas një problem shumë të madh lidhur me ambasadorin e Amerikës në Shqipëri, e cila pra
ishte pathuajse nga kanë dhe deri te koka e korruptuar bashkë me qeverinë shqiptare. Dhe për mendimin tim, ata po e hetojnë si çështje për ta kopsit vetë Amerika dhe për ta sjellë këto. Dhe mbase në inteligjencën e Amerikës e kanë të vështirë të bajnë publike disa prova ose fakte, por duke i larguar nga puna atë ambasadorën, tregon më së miri që diçka nuk ka shku dhe diçka nuk shkon me këtë rast me qeverinë shqiptare. Ka dhe probleme të tjera të cilat është privatizimi në Vlorë, këto gjëra, në Sazan, por edhe këto janë pjesë të cilat do një avashllëk, do një qetësi për këtë punë. Jo se mund të dalin dikush tjetër në i kryeministër që mund t'ja heqë marrëveshjen, mund prish to, po nuk ma thot mendja që e ka kush këtë fuqi për të bërë veprime kundër Amerikës me të pa drejtë, po me drejtë edhe mund ta bëjnë. Po dhe me drejtë është pikë pyetje. Zoti Pietra, të ndalemi pak tek çështja e Erion Veliajt, i cili është rikthyer sërish në skenën mediatike dhe politike, nisur edhe nga shkarkimi i tij nga Këshilli Bashkiak dhe më pas nga vendimi që dha gjykata kushtetuese duke pezulluar dekretin e presidentit, pra gjë e cila ka ngrirë, po themi, edhe zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës. Ndërkohë, disa ditë më parë, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se Erion Veliaj është nxjerr natën nga qelia për ta dërguar diku, por që pa dhënë përcaktime apo detaje të tjera. Ju si e lexoni një deklaratë të tillë, sa e mundur është që një eksponent i tillë politik i lën në paraburgim të dalë natën apo të nxirret natën nga qelia? Hetimet për Erion Veliaj, për mendimin tim, janë të diktuar automatikisht nga qeveria shqiptare, por ka një gjë. Pse këta nuk duhet merrshin masa nëpërmjet organit akuzës dhe organi i akuzës para mirë ja kërkon te gjykatës largate pezullimin nga detyra, siç e bën me çështjet e tjera. Sepse ose këta menduan që nuk na ndërhyn kushte, nuk do na bëjnë keq, si thon situata e ndërlikuar, sepse në momentin kur ka filluar hetimet, pra prokuroria, SPAK-u, do kishte marrë një ndër vendimet arrestin verbal dhe pezullimin nga detyrat e tij. Nuk e bani me qëllim ose pa qëllim as çështje tjetër. Por që Erion Veliaj të ketë dalë dhe të ketë lëviz dikun nëpër Shqipëri, si i thon, i vetmi vend që ai mund të delte ishte vetëm për të shkuar tek ambasada amerikane me dhënë informacione të cilat i ka pas pa mundur të japin në prani të punojësve të shtetit shqiptar, pasi ekziston korrupsion brenda edhe në BKH edhe në SPAK. Por ne kemi raste të dëgjuara më të rrezikshme se ky rast. Kemi raste që kanë dalë persona të dënuar me burgim përjetshëm, kanë bërë vrasje janë thënë burg. Kemi pas raste që e kanë persona të interesuar për të bërë një vrasje. I kanë kërkuar drejtorisë përgjithshme të burgjeve me shosnime, misime, korrupsion, me lek, me gjitha të zezat, dhe ka dalë nga burgu me leje 5 ditore dhe e kanë vrarë. Çka do thotë që kjo është një çështje shumë e rëndësishme që duhet hetuar. Pra kush e menaxhon këtë? Po kush është ai? Pra i vetmi është që jo sa është drejtori i përgjithshëm të burgjeve, edhe ai e ka me urdhër. Po cili është urdhri? Ato janë probleme të cilat janë që nuk po zbardhen asnjëherë, këto qoftë vrasje politike, qoftë këto situata kaq të ndërlikuara. Ndërsa për deklaratën e Sali Berishës duhet të them që 99% pra Sali Berisha e ka informacionin i pari në Shqipëri për çdo gjë që ndodh. Si e merr ai është çështja e tij. Por ama që këto informacione të tij janë të gjitha të besueshme sepse janë me prova, qoftë me situatat e dënimeve të gjyqtarëve në vendet e Europës,
që janë dënuar më parë dhe sot rrinë gjyqtar akoma. Zoti Pietra, në këtë rast, duke u referuar deklaratës së Berishës, a mendoni se mund të ketë një lëvizje nga ana e Erion Veliajt për të negociuar lirimin e tij me Edi Ramën, duke qenë se edhe akuzat politike janë se është Edi Rama ai që e ka çuar në qeli? Tani, unë mendoj që Erion Velia del prej burgut kur të hynë Edi Rama. Kjo është një përgjigje imja. Në qoftë se, pra, Edi Rama futet në burg del Erioni. Në qoftë se nuk futet në burg Edi Rama, Erioni do ngel atë. Avokat, të ndalemi pak në Kosovë, ku Fatmir Shaholli është arrestuar me akuzën për spionazh. Ju si e keni parë këtë ngjarje në vetvete dhe çfarë rrezikshmërie prodhojnë elemente të tillë qoftë për sigurinë e Kosovës konkretisht në këtë rast ku u cënua edhe me sulmin e Banjskës të ndodhur 2 vite më parë? Unë kam studiu mirë situatën, por nuk mundet që t'jetë e vërtet, por ama a ka mundësi të ndodhë, mundësi ka, por jo se mund t'jetë një person i vetëm i cili mund bajnë këto spionazhe. Këto janë gjitha lojra politike, si që ja bën, sepse qeveria e Kosovës ja bën i thaqit dhe atyre, nuk ja bën Europa as kërkush tjetër. Pra, për të mbajtur pushtetin, për të siguruar pushtetin e vet, janë në Hag ata që po vuajnë sot. Dhe lufta politike është më e keqe se kjo lufta me që bën Putini e këto tjetër me armë zjarri.